Dhe vënçja jonë, ose protesta jonë e gjithë vitshme, sepse vënçja është si protest, apo jo? Po, është ka në fokus ato pazare tuaja të përditshme. Më dhe nësa erdali nëna tona, ose krye familjarët, ata që i bie për hise pazari, shikojnë çmime në stratosferë. Tani thoni, e keni bërë 100 herë këtë temë. 1 miliard herë do të bëjmë, deri sa të kuptojmë që ne jemi vënd prodhues apo tregtar, se unë nuk po kuptoj. Dhe më thënë, e prodhojmë ne qershin, që shitet qershia nga 5.000 lek, më ka qenë 9.000 lek, ose fiku, qa bëjmë ne? Me një super panel si gjithmonë. Enrico Ceko është me ne, faleminderit. Kujti Mersini, Ervin Resuli, Ana Vuksani dhe Ndriçim Hysa, nuk po i prezantoj se janë miq të studios i njohin gjithë. Është temë shumë e mpret, kjo pyetje më dhëmbe dhe mua. Nëse quhemi vend bujqësor, kemi bujqësinë? A prodhojmë apo tregtojmë më shumë? Çfarë ndodh? Kemi prodhim apo s'kemi prodhim? Ta dim, kush ka prodhimi jonë? A janë qytetarët tanë apo ne ham prodhimet e botës? Që t'jemi realist, ju merrni statistikat dhe çikohet rritja prodhimit vit për vit dhe eksportet. Jo, problemi që ndërën këtu që realiteti është ndryshe nga ajo që u prezantua, sepse fakti... A jemi vend prodhues? Ne jemi vend prodhues dhe sot ne konkurrojmë denjësisht për eksportet tona. Ne ham prodhimet tona, apo prodhimet tona i ha bota? 70% ne konkurrojmë denjësisht 70% e ha bota? 70% ham na bota. Biles eksportet, çdo natë, po të shkoni sot, të shkoni në Divjak, në Lushnjë, Tomato A, një kompanit më të mëdha, apo Gaskavaj, apo tjetë çdo natë me 10 maune nisër për eksport. Po s'po duhet fare ku nisër, mo që ham ne, o Ervin, të lutem. Ndërkohë, prodhimi vendas ka psu rritje. Ka psu rritje vit për vit. Rritje për eksport apo rritje për konsum? Edhe për eksport edhe për konsumatorin. Edhe për import. Ne kemi një rritje të importeve të prodhimeve të sera, por që këtë rritje të importeve ne e çkompensojmë duke rritur prapë. Më le mos a fol me terma kështu tani të lutem. Ale, shesim domate dhe blej mish, kjo është gjithë thelbi. Pra, në total, blej mish, thu edhe një herë? Pra, shesim produktet serave dhe blej mish, qumsh apo produktet tjera të cilat nuk i prodhojmë këtu. Në fakt, bilanci tregtar është pak i frikshëm. Kjo është tregtia. Çështja është këtu. Në vitin 1991, që u bën ndryshime, kishim 3 milion dele, tani kemi 600.000 dele. Në vitin 1990, kishe 2.700.000 dhi. Tani kënja 500.000 dhi. Në vitin 1990... Po, mos shkoke dhi dhe dele të eri, po pyes edhe... Ka mundësi, se po thoni që po prodhojmë qumësh. Kishe mbi 700.000 lop, tani kemi 200.000 lop. Prodhimi bujqësor nuk është rritur. Është rritur prodhimi. Të lutem shumë se po flason tani. Mos më ndërpre. Mos më ndërpre, më lë të mbaroj argumentin. Të lutem shumë, më lë të mbaroj argumentin. Vjen keq se kam respekt për ju, po prodhimi bujqësor. Po nëse ke respekt, më lë të flas. Jo, po unë nuk. Nëse ke respekt, më lë të flas. Flasësh gjëra. Folje ti s'të ndërpreva. Jo, unë s'po të kundërshtoj. Janë rritur çmimet. Ke blegtoria s'po të kundërshtoj. Janë rritur çmimet. Ke drejt. Janë rritur çmimet, jo se është rritur prodhimi. Si janë rritur çmimet? Dhe meqense janë rritur çmimet, prodhimi bujqësor në vitin 1990 ka qenë 119 milion lek, me vlerë leku, tani është 319 milion lek. Por si ke kompani sot që kanë miliona euro bëjnë eksporte dhe që Problemi... është janë rritur çmimet, po jo volumi. Tani, në qoftë se do të shkojmë me Instatin, i cili pretendon që prodhimi bujqësor në Shqipëri është rritur me 6% çdo vit, që nga vitin 91, këto statistikat, nëse duhet furnizonim Kinën me ushqime. Po, bravo, okej. Ka një problem se tani na fyet edhe logjika ekonomike për hir të vërtetës. Po, na fyet, që kemi atë punë. Këtu pastaj fillojmë të shqetësohemi pak. Mjafton të shikosh statistikat, me gjithë rezervat që unë kam për të dhënat e Instatit, sepse bëhen nga Ministria e Bujqësisë që është përgjegjëse për çdo gjë tjetër, gjithsesi unë po ju referohem atyre. Të 3 vitet apo 4 vitet e fundit kemi një rritje galopante të produkteve të importit të produkteve bujqësore, fruta dhe perime. Pra, i bjem jashtë. I marim nga jashtë, import. Pra, pavarësisht se ne shesim... Mojzojnë të lutem, Vojtë të shosh raportin... Bëra një pyetje, a kemi toka në Lushnjë ne, mbillen ato toka, a prodhojnë ne, ku shkojnë ato prodhime? Unë po ju jap një statistik. Nga 700.000 tokë bujqësore që ka Shqipëria, 300.000 hektar tokë nuk mbillet. Atëherë unë po ju jap një statistik tjetër. Se nuk mbillet o, Enrico? Ja, them unë një statistik. Kanë ikur njerëzit jashtë shtetit, kush ta punoj tokën? Përpos kësaj, rreth 150.000 hektar tokë nuk mbillen, janë djerë
vetëm si rezultat se nuk kanë akses në ujitje. Populli nuk ha qershin e Shqipërisë. Ne mund të ham qershin. Edhe pse është periudha qershive. Ne përveç qershit, ham edhe të Shqipërisë. Më falë, ham dhe të Shqipërisë, po i ham me çmime marramase. Profesoresh, atëre më falë se ishte të pedagoge jashtë në Universitet Bujësor. Po të them, një informacion i fundit, sipërfaqja e tokës punueshme, tokës arë, në Shqipëri është 620.000 hektarë. Sa punohet? Sa toka arë? 620.000 hektarë. Vetëm fermerë me numër një që sot në Shqipëri janë 113.407 fermerë janë 300.000. Jo, me numër një për mirë ato. Me numër një për dërsa fermerë janë mbi 300.000, por ka i gjëta. Kur thu 300.000 fermerë, kur thu 300.000 fermerë. Familje fermerë. 300 Por vetëm me numër nipti ke rreth 114.000 fermerë. Me numër nipti. Po, këta kanë drejtë. Dërsa familje fermerë janë mbi 300.000. Po, ata s'janë fermerë. Jo familje fermerë, Jo, s'janë fermerë. Por jetoni ju këtu. Po, ta themun, ata s'janë fermerë. Të vem nesër në të dy në Lushnje, apo zyshat. Ata që kanë nipt, të vime mu në Tijak, të vime mu në Berat, të shofi se si ka... Po në Kukës, po në Gramsh. Po në Burren, po në Pirokastër, Po s'e ma fjerit, qa bë? po në Tepër. Po s'trego Lushnjë dhe Fjerit. Nuk mbillet. Gjysmën e kemi mbill panelet diellore, gjysmën tjetër e kemi pa vaditje. 600.000 hektar tokë. Ta shpjegoj që ka 620.000 hektar toka që punohet. 720.000, sa do të Po të them realitetin, kam respekt, pra ne po të them. Ta shpjegoj çikun të them të dhëna origjinale dhe unë jam për ditë. Unë kam një rrjetimi social, mbi 100.000 vetë që më njekin, shkoj kudo dhe nuk bëj propagandë. Kot po bëj reale. Absolutisht, unë jam biles, kam atakuar edhe pjesë të qeverisë në pashtë, nuk i kam gjerë, sepse e di që presoj që dalin më vonë. Ta shpjegojmë që këtë 620.000 ta shkoj 750.000 hektar nga sistemi, nga cilat rreth 350.000 kanë mbjell me shtëpia, Jo, ma së ku të rrut, pra, ku e ka rrujt fare 620.000 hektar to. Ne jemi debatë, nuk kemi për respekti, sepse unë të thashtë tjetë, nuk ka marrë si këtu, nuk ka marrë për të mëroj qeverin, ka marrë për të mëroj realitetin. Ato fermerë që janë sot... Letë marim 620.000 hektar në tokë që pretendon ti. Po është realitet, më laj statistikë. Po pra, dakord është realitet. A ka mundësin mos më ndërpresësh tani? 620.000 hektar tokë. Pse i gjithi është tokë e mirë? Ore si që është... E gjitha është toke ujitshme, ka fush... Kur është analiza e fundit? Dumreja, Darsia, janë toka kodrinore, të mjellra me ulli, të mjellra me sera. Me qënë se ke të dhëna të dorës parë. Kur është bërë analiza e fundit në rang kombëtar e tokës? Ka një 20 vjetë. Jo, kur është bërë? Me qënë se kishe statistikë. Një po të them dhe tjetër, sot që ne raportojmë, janë 620.000 sot që ne raportojmë, analiza e fundit e tokës në rang kombëtar fiziko-kimike është bërë që në vitin 88. Dhe po ju a themu... Jo, në rang kombëtar, janë bërë të parcelizuar. Dhe analiza e tokës... Por realiteti nuk e njofka. Në fakt, analiza e tokës... Ne panelet shu i bëjmë, se Jo, shumë mirë, po realiteti nuk e njofki. Ju tha që keni 100.000 njerës, ju tha që keni 100.000 njerës në djekës Facebook, ju më duke se po flisim për realitetin... Unë po them për realitetin konkret që... Kurse ne po flasim për realitetin... Po të marrë sot ty, gaz kavajnë, që ka mbi 12 maune që e qonë eksport, të marrë tomato alë, të marrë... Po lema se kjo është sezoni, do eksportosh në sezon. Apo Rinaldi SHPK, jo mos... Në sezon do eksportosh, po puna gjithë pjesën tjetër të vitit. Ose në firë, 600.000 hektar tokë. Lutem shumë. Nuk ishte tema eksporteve, kur kjo tema eksporteve të thrasë tema eksporteve të thrasë, po unë të bëra një pyetje, qarë hanë shqiptarët? Se shqiptarët, një vënd bujësor, duhet hanë nga Greqia, nga Italia, pse? Absolutisht hanë, shqiptarët do hanë ato prodhime që do ketë në Truez, ka prodhime vëndi, ka prodhime import. Të kujt janë prodhimet e Truezës? Një njëri u i thash, shkoj në Vjenë. 100 milion euro janë mish Brazili. O, ndryqim, të lutem. Prodhimet e Truezës shqiptare. Ku janë? Ku janë? Ku prodhohen? Po nuk e pra se 8% e ushqimeve importohet. Mu përgjishë se pyetja është këshu. Një më janë prodhohet, edhe këtu prodhohet. 80% e ushqimeve importohet. Zotëria ti shumë mirë që ke kompani në Shqipëri që kanë bitë 3.000. Raporti eksport-import, raporti eksport-import. është 4-1. Kushta? Në favor të importeve. Në bujësi jo. Po në bujësi është se 8% ushqimeve importon. Së është pra, si që ka... Profesor... Ajo toka që theti, 620.000 hektar, 200.000 hektar tokë janë tokë e ujitshme. Kujtim? Në nuj. Po dhe kjo tokë që është në nuj, nuk i ka kanalet pulluese dhe ujitshme. I ka të dëmtuara, i ka të shkatruara. Profesor, kujtime.
Se shqiptarët nuk kanë atë që i kalon 400.000 hektar tokë është e pa u itshme. Ore, tani... Enrico Tluta. Është tokë malore, kontribuare. Profesor Kujtimi, Tluta, mbaroj koha për të Profesor Kujtimi. Mire e mbajtë të dy tani e Kujtimi. Çështja është, u thanë ca shifra. Kush ja u mohoi shqiptarëve atë që i ka dhënë Zoti? Janë të vërteta ato që tha Enrico pranë fillim për numrat e baktive që ne trashëguam dhe në fakt i rritëm pas 90-s. Pastaj pësum krizën e firmave piramidale, u shitën baktit dhe u futën parat diku tjetër, patën një kolpo shumë të madhe dhe na u desh shumë punë pastaj për ta rimarr veten rreth viteve 2005, pra do të filloj ta rrisnin prap lektorin. Dhe pastaj prap. Pastaj patëm një lëvizje të madhe demografike drejt qyteteve. Dhe me lëvizje demografike... Mos bëjmë histori tani. Jo, po bëjmë histori sepse do të kapim themel. Iku fshatari nga fshati. Iku fshatari nga fshati. Dhe këti tash ke fermer apo blektor, po flas për blektor, nuk po flas për fermerët në bujqësi. Po kemi blektor të cilët janë moshe tretë. Që s'mundet Duke qënë moshe tretë, ne kemi parë edhe trendin që baktite imta po zvoglohen, sepse baktite imta kërkojnë gjunjë, thot popull. Do i zmet. Do dalësh në malë. Profesor, po do ikim bashkë në Mokër, le të vidhe studio e këtyre, dhe do të shofë djemë të ri që kanë bi 300 krerë të imta në Mokër. E di, po janë raste shumë të limitume. Janë burë e grumë. Ja, djali i me lo, po kjo jam me talon brezë. Kambaroj presorit Po flasim nivel kombëtar. Ta mbaroj argumentin dhe do të dëgjoj argumentin. Ta mbaroj linja logjike, duke së ndërprit. Si ti thu vetëm moshet e treta? Po moshet e tretë është dominante. Flasim me statistika mirëfilli dhe unë jam marrë... Nëse di ku i ke marrë statistikët, se rektori jotë thot ndryshe. Nuk po flasë që thot rektori, po flasë që thot regjistri fermës. Dhe regjistri fermës është një regjistër... A i flet në emër vetë, flet në emër të rektorit... Po mi që është pedagog në Universitet Bujqësor. Mos e intimidohë gjitha i profesor, po pyet rektori. Bashkët, rektori është një profesor... Jo, unë kam qenë debat kur ilës shumë mirë që u binjakzu dhe me Universitetin e Vienës. Shumë mirë thuaj rektorit të ndryshë. Batë Bardhin do të asjel këtu, kur ti eshti, Çështja tu e që ke. po flasim është që ne kemi një gjenerat, të themi të brezit të tretë, të fermerëve pra. Dhe ka ndodhur ajo që po them... E tham, tjetër, tani... Kemi një konvertim të baktive tinta kundrejt gjedhit, sepse siç thash... Mirë, perimet, nuk duan dalësh mal, perimet. Vim që ke ato që hanë për ditë tani. Ka një rritje të sipërfaqes në sera. Ka një rritje të sipërfaqes në sera. Po pse ham? Ka një rritje të sipërfaqes në sera, por pjesa më e madhe e produktit në sera është për eksport. O profesor, sot Shalqini... Shalqini s'është sera. Ja po të marri, jo ka dhe në sera dhe... Kush ja ka hequr këtë drejtë? Enrico, pyetja është... Ndriçip lutem, pyetja është kush ja ka hequr shqiptarit të drejtë shekullore? Që ka nga Zoti, more. Të haj produktet e tokës... Ha me që dojë, o ti ekonomi tregu me që... Kush ja ka hequr këtë Jo, haj që dojë. Kush ekonomi tregu me... Ha do që ato dojë. Jo, tu jap një rast konkret. Ha do, gjërat bie nuk i hamë Po të shkosh, unë kam thënë njëri unë ti, në supermarketet e Vienës që tash, me gjenë tomate, Ndriçim, ka zot kjo studio. Po e di që ka zot, po ka dhe debat, ka dhe debat. Kur e pyes të lutem jepi zonjës... Mi po du realitetin. Atëhere, ne nuk po hamë sepse kemi rritjen e kostove bujqësore të çdo produkti. Dhe ne na konkurojnë shumë lirshëm produktet e importit. Sot, fermeri shqiptar është kthyer në konsumator. Eksaktësisht në konsumator. Do me thënë, a i që duhet të prodhoj i hape? Jo, po thot atë tjetrën, që deli bërë atje ke tregu shumicës që vinë eksportet, dhe i shetë si... Importet, atëhere. Importet, po sakë. Unë po marrë një produkt për ta kuptuar konsumatori dhe gjithë dëgjuesi. Fasulja që vjen nga Brazili, vjen me gjithë koston e rrugës me 3.000 lekë të vjetë. Pra nuk kam fasulja e Korçës. Fasulja e Korçës ke me 5.000 ose 7.500 lekë. Unë si konsumator me rrogën që marë, cilën do blej në treg. Kështu që fshatari duke pasur parasysh edhe mekanizmat e qeverisë të cilat nuk janë në gjendje të kontrollojnë çmimet e fermerëve, sepse ai fermeri që punon që e një zotëria, e shet me 200 lekë të vjetra domaten. Këtu në Tiranë vjen me 2.000. Sepse shteti... Absolutisht është realitet. Sepse shteti ka humbur kontroll ndërmjet strukturave të grumbullimit dhe strukturave të shpërndarjes. Sot që flasim ne, si domatja, si speci, edhe në Korçë, me gjithi më the, je nga Fieri, edhe në Korçë, ku do që të shkosh, le në Fierier, që ata gjdo natë, për shemull sot një kile domate nuk është 200 lekë sa thuti, sepse filloj me 2.000, kjo është ekonomi tregu. Qa konsumohet në Korçë? Ka mundësi qa konsumohet? Të gjitha lojt, edhe domate konsumohet. Prodhim vëndi? Prodhim vëndi, më qa. E ke shumë gabim. E ke një gabim, domate Korçës është... Nga ana agronomike, Korça është në zonën e prodhimeve të vona.
Po, nuk ka filluar akoma. Nuk ka filluar akoma prodhimi fushës. Nga Fieri, ky Fieri do vetë të çojnë Korçë. Korça, Librazhdi, Dibra janë prodhimi vonë. Më vjen keq, ti ke një infrastrukturë këtu. Po lemo çaj infrastrukture apo flet si agronom, apo flet si astronom. Ora miqet, po të pyes tani u Vasfi Sherifi do të përgënjeshtroj këtë. O zotri, po flet si agronom apo flet si astronom? Jo, po flas si agronomun. Në bazë të koncepteve agronomike, Korça i sjell produktet e vona, produktet e gushtë në shtator. Jemi qershor. Jo, pra, pardje kam qenë në Korçë, me miqtë e mi të nderuar si të majt, si të djathtë. Po më intereson fare. Ata bashkëpunojnë edhe me Fierin, edhe me Lushnjën. Ka ngërë mishinjë aty, ka ngërë mishinjë, Rakim. Jo, absolutisht jo. Po s'më intereson fare. Sa për dieni nuk para pi, sepse jam na... S'më intereson fare. Korça nxjerr produktet e vona, gushtator. Po si s'ka rëndësi ti the Korça po konsumon produktet e veta. Po fasulën i tash, sepse tha... Po edhe fasulja. Po edhe fasulja. Fasulja del ngusht. Si? Fasulja del ngusht. Ore, dhe vjeçme që është, ata nuk është me 7.000 lekë. Së është me 7.000 lekë. 500. Po di ashuar. Ja, po tregoj, më linje të tregoj një gjë që si prondita. Po në Shqipëri mungon si gjeni furnizimit. Nga ferma deri në tavolinë, nuk janë ata që duhet janë, për punuesit, për bolluesit. Ore, një ke rjetë trektarës e vla. E marin trektarët e shumë zënë me 10. Rakët e këti, jo vetëm në Shqipëri. E marin trektarët e shumë zënë me 10. Balkanin. Sot ne kemi dhe presion në vetën balkanike. Para i jave, unë i kam bërë presion ministrit, sepse na blokoj në doganën e Qafthanës për pra. Por ama, ti s'ke drejtë si e në marrëveshjen e çet, nuk ke drejtë të blokosh. Me atë cilësi cop-cop edhe jashtë standardeve do të konkurrosh me Evropën dhe. Jo tani, në supermarketet e Vjenës, supermarketet gjermane shitet prodhim shqiptar. Po në supermarketet kroate. Fluturon edhe i mis nga Librazhdi dhe vjen Tiranë. Sa mish importojmë? Ke blektoria nuk po ndërhy. Ke blektoria nuk po ndërhy. Atëherë, gjithë linja e sallamerive, industria për punimin të qumshit është kthyer në një lloj fasonerie, përfshirë edhe atë pjesën e fasulës si tha zonja. Që viri Fuxho paketohet dhe sot sallamerit nuk punojnë me mish vendi. Po nuk ka mish vendi për të punuar, por se përballon dot. Ne vetëm zë te mishi që mund t'i afrohemi është broileri sot, që realisht kemi disa komplekset mira, për të marrë shembull, po dhe aty prap kofshat e ngrira, mishi ngrirë, karkasa pa fund. Pra, ne vërtet kemi pas në 15 vitet e fundit një rritje të produkteve të serës, por kemi pas hemoragji shumë të madhe të kafshëve blegdorale. Kemi një humbje të madhe të blegdorisë, çka do të thotë, ato 500 milion euro që ne i eksportojmë, i kompensojmë duke blerë mish në Argjentinë dhe Brazil. Skema kombëtare për blegdorinë ndryshoi. Se ndryshoi skema kombëtare. Skema kombëtare për çfarë ndryshoi se dua ta dim. Skema kombëtare për blegdorinë. 20.000 lekë për lop më shumë. I dhan për lop, i dhan për blet, i dhan pak edhe argumentin e profesorit. Kemi Firo pra, sepse Firo ekonomike është këtu që ne importojmë mish shumë, i cili është produkt i shtrenjtë, dhe produkt cilësor për shëndetin, sepse me është ushqim me bazë proteinike. Ne kemi dhe problemin e brenda tregut, sepse ne për shembull edhe vetë si konsumator, se nuk e kam gjithë çështjen se shteti nuk zgjidh gjithçka. Tregu zgjidh gjithçka. E qartë. Pra konsumatori fillon ankohet për 1 litër qumësh që i bën 1.500 lekë, dhe ndërkohë shkon blen 7.000-8.000 lekë, ato që shijat që tata po fikun, e kam bler. Po lezet 1.500 edhe me 30 orë. Po, si të thush, produkti vendas është i limituar dhe është një produkt që duhet kërku më shumë nga konsumatori. Pra, bën pazar të qumshi dhe nuk bë ka pazar të qershia, pra. Pra, bën aty... Më të bëj pazar më. Jo, tregohet i lirë të qumshi, pra, sepse thotë shtrenjtë qumshi, dhe ndërkohë blen kilen e qershijave, që është një frut... Do me thënë fajnë ka konsumatori. Nuk është jetik, pra, konsumatori... O, profesori, kile qershi sot është 1.200 lekë vjetra. Ku, mo? Po të themo, maksimumin Tiranë në 8.000. Të lutem, maksimumin Tiranë sot do 2.000. Ajo, prodhimi i hershëm në gjithë botën... Po, litrin e qumshit e fermeri ja merr me 500 lekë, pra, tu është problemi. Po të thash, pranaj dhe shteti, po jep 10.000 euro, po jep 10.000 euro për blektorët e ri, po jep për lopët, po jep për viçat, po jep për dosat, po jep për gjithë. Skema e mbështetjes është sepse kuptohet që... A është barazuar me Kosovën? është përmirësu shumë. A e kupton? A është barazuar me parafshijet Kosovën? Po su krasove dhe me Kosovën? Po je më mirë për Kosovën. Ludem, ti për prodhimet që bën Kosova... A e kupton ti që këto skema që po përmendi ju sot janë shumë mira? Këto skema që po përmendi ju sot janë... Këto skema që po përmendi ju janë shumë mira. Po duhet ishin bërë në vitin 1996. Jeni 30 vjetë me vonesmër.
A kupton Tu pajtohem e ty gjithë. A kupton që i keni bërë t'i vëndi Për shemëll, sepse në kohën... Jemi direkt televizion, se isha duke thënë që i keni bërë këti kombit gjithë. Profesor, mbi 20 milion euro... I keni qërë këti kombit. Në kohën e Partisë Demokratike së shbë duke vaditet 1 gram sot. 1 gram së vaditet. Pse? Gjitha të fonde ikën. Dhe unë... Së është e vërtet. Kam qenë vjetë supervizor në projektin e menaxhimit të ujrave. Në Mezëqe ke qenë ti? Kam qenë supervizor në projektin e menaxhimit të ujrave. Çdo vit $24 milion për të ujitur Shqipërinë. Në kohën e Partisë Demokratike. Në kohën e Partisë Demokratike. I shkatruat ju. Kush i shkatruat? Kur fillon përmbytjen në Shqipëri? Kush i shkatruat? Kur fillon përmbytjen në Shqipëri? Nuk u hitet sot. Përmbytjet në Shqipëri fillon para 13 vjetësh. Vend të dy në Qerm. Përmbytjet në Shqipëri filluan para 13 vjetësh kur e morët ju pushtetin. Partisë Demokratike që nuk ka as patitje dhe nuk ka as mbështetje. Përmbytjet filluan në Shqipëri kur e morët ju pushtetin. Keni përmbyt Vlorën, keni përmbyt Korçën, keni përmbyt Tjerin, keni përmbyt Durrësin, keni përmbyt Tiranën. Ky erdhi tema Enrico. Ti u drejtësove. Po ishin kanalet ku ujitse dhe Ajo që intereson shqiptarëve. Po t'ishin kanalet ujitse dhe kulluse. Mua do përmbytesh ai prodhim na vjen atë. Na vjen prodhimi. Na vjen prodhimi. Mu më duket se ju nuk e prodhim. Ti se njeh fshatin fare. Unë se njeh, unë jetoj në fshat. Fermerët janë xhongler, janë artistë cirku. Zonën e prodhimeve të vona. Po, nuk ka filluar akoma. Nuk ka filluar akoma prodhimi fushës. Nga Fieri, ky Fieri do vetë të çojnë Korçë. Korça, Librazhdi, Dibra janë prodhimi vonë. Më vjen keq ti ke një infrastrukturë këtu. Po lemo çaj infrastrukturë apo flesi agronom, apo flesi astronom. Miqët, po të pyes tani u Vasfisherivi do të përgënjeshtroj këtë. O zotri, po flesi agronom apo flesi astronom? Jo, po flasi agronomun. Në bazë të koncepteve agronomike, Korça i sjell produktet e vona, produktet e gushtë shtator. Jemi qershor. Jo, pra, parti kam qenë në Korçë, me miqtë e mi të nderuar si të majtë, si të djathtë, dhe po them, ata bashkëpunojnë edhe me Fierin, edhe me Lushnjën, kanë ngërmi shinjë, rakim. Jo, absolutisht, jo. S'më intereson Sa fare. për dieni nuk para pi, sepse jam na... S'më intereson fare. Korça nxjerr produktet e vona, gushtator. Po si s'ka rëndësi ti the Korça po konsumon produktet e veta? Po fasulën i tash, se thaj... Po edhe fasulja. Po edhe fasulja. Fasulja del ngusht. Si? Fasulja del ngusht. Ore, dhe vjeçme që është, atë nuk është me 7.000 lekë. Së është me 7.000 lekë. Sa 500. Po di, Ja, po tregoj, më linje të tregoj një gjë që si prondita. Po në Shqipëri mungon si gjeni furnizimit. Po, nga ferma deri në tavolinë, nuk janë ata që duhet jenë, për punosit, për mullusit. Ore, një ke rjetë trektarës, vla. E marin trektarët e shumë zënë me 10. Rakët e këti, jo vetëm në Shqipëri. E marin trektarët e shumë zënë me 10. Balkanin. Sot ne kemi dhe presion në vetën balkanike. Para i jave, unë i kam bërë presion ministrit, sepse na blokoj në doganën e qafthanës për pra. Por ama, ti s'ke drejtë si në marrëveshjen e çet, nuk ke drejtë të blokosh. Me atë cilësit copë dhe jashtë standardeve do të konkurosh në Evropën dhe? Jo tani, në supermarketet e Vjenës, supermarketet gjermane shitet prodhim shqiptar. Po në supermarketet kroate. Fluturon edhe i mis nga Librazhdi dhe vjen Tiranë. Sa mish importojmë. Ke blektoria nuk po të ndërhyj. Ke blektoria nuk po ndërhyj. Atëherë, gjithë linja sallamerive, industria për punimit të qumshit është kthyer në një lloj fasonerie, përfshirë edhe atë pjesën e fasulës si tha zonja. Që viri Fuxho paketohet dhe sot sallamerit nuk punojnë me mish vendi. Po nuk punojnë, nuk ka mish vendi për të punuar, kurse për ballon dot. Ne vetëm zë te mishi që mund t'i afrohemi është brojleri sot, që realisht kemi disa komplekset mira, për të marrë shembull, po dhe aty prap kofshat e ngrira, mishi ngrir, karkasa pa fund. Pra, ne vërtet kemi pas në 15 vitet e fundit një rritje të produkteve të serës, por kemi pas hemoragji shumë të madhe të kafshëve blegdorale. Kemi një humje të madhe të blegdorisë, çka do të thotë, ato 500 milion euro që ne i eksportojmë, i kompensojmë duke blerë mish në Argjentinë dhe Brazil. Skema kombëtare për blegdori ndryshoi. Se ndryshoi skema kombëtare. Skema kombëtare për çfarë ndryshoi se dua ta dim. Skema kombëtare për blegdori. 20.000 lekë për lop më shumë. I dhan për lop, i dhan për blet, i dhan pak edhe argumentin e profesorit. Firo pra, sepse firo ekonomike është këtu që ne importojmë mish shumë, i cili është produkt i shtrenjtë, dhe produkt cilësor për shëndetin, qesim do madhe me 1.000 lekë dhe blejnë mish. Është ushqim me bazë proteinike. Ne kemi dhe problemin e brenda tregut, sepse ne për shembull edhe vetë si konsumator, se nuk e kam gjithë çështjen se shteti nuk zgjidh gjithçka. Tregu zgjidh gjithçka. E qartë. Pra konsumatori fillon ankohet për 1 litër qumësh që i bën 1.500 lekë, dhe ndërkohë shkon blen
7.000-8.000 lek, ato që shia që thata po fikun, e kam blerë. Po lezet 1.500. Edhe me 30 ore. Po, si të thush, produkti vëndas është i limituar dhe është një produkt që duhet kërku më shumë nga konsumatori. Pra, bën pazar të qumshi dhe nuk bë ka pazar të qershia, pra. Pra bën aty tregojnë pazar më. Po jo tregohet i lirë të qumshi, pra sepse thotë shtrenjtë qumshi dhe ndërkohë blen kilen e qershijave që është një frut. Do me thënë fajnë e ka konsumatori. Nuk është etik, Por pra sa është konsumatori. O profesor, kile qershi sot është 1.200 lek vjetra. Ku më? Po të themo maksimumin Tiranë në 8.000. Të lutem, maksimumin Tiranë sot do 2.000. Ajo, prodhimi i hershëm në gjithë botën. Po pra, po litrin e qumshit e fermeri ja merr me 500 lek, pra. Tu është problemi. Po të thash, fermeri duhet po pranaj dhe shteti, po jep 10.000 euro, prit, po jep 10.000 euro për blektorët e ri, po jep për lopët, po jep për viçat, po jep për dosat, po jep për gjithë. Skema e mbështetjes është sepse kuptohet që a është barazuar me Kosovën? Është përmirësu shumë. A e kupton? A është barazuar me paratë që jep Kosovën? Po su krahasove dhe me Kosovën? Po je më mirë për Kosovën. Lutem, ti për prodhimet që bën Kosova. A e kupton ti që këto skema që po përmendi ju sot janë shumë mira? Këto skema që po përmendi ju sot janë Këto skema që po përmendi ju janë shumë mira. Po duhet ishin bërë në vitin 1996. Jeni 30 vjet me vonesë, mor. A kupton apo? A e kupton çai keni bërë ti vendi apo? Për shembull, sepse në kohën jemi direkt në televizion, se isha duke thënë që i keni bërë këti kombit gjithë. Profesor, mbi 40 milion euro. I keni qërë këti kombit. Në kohën e Partisë Demokratike s'është bë nuk vaditet 1 gram sot. 1 gram s'vaditet. Pse? Gjithë ato fonde ikën dhe unë Së është e vërtet. Kam qenë vjetë supervizor në projektin e menaxhimit të ujrave. Në Mezërqe ke qenë ti? Kam qenë supervizor në projektin e menaxhimit të ujrave. Çdo vit $44 milion për të ujitur Shqipërinë. Në kohën e Partisë Demokratike. Në kohën e Partisë Demokratike. I shkatruat ju. Kush i shkatruat? Kur fillon përmbytjen në Shqipëri? Qysh i shkatruat? Kur fillon përmbytjet? Nuk u hitet sot. Përmbytjet në Shqipëri fillon para 13 vjetësh. Vend të dy në Qerm. Përmbytjet në Shqipëri filluan para 13 vjetësh kur e morët ju pushtetin. Partisë Demokratike që nuk ka as mbështetje dhe nuk ka as mbështetje. Përmbytjet filluan në Shqipëri kur e morët ju pushtetin. Keni përmbyt Vlorën, keni përmbyt Korçën, keni përmbyt Tjerin, keni përmbyt Durrësin, keni përmbyt Tiranën. Ky erdhi tema Enriko. Ky erdhi ti u drejtësove. Po se Po ishin kanalet ku ujitse dhe kulluse. Ajo që intereson shqiptarëve. Po t'ishin kanalet ujitse dhe kulluse. Mua do përmbytje ai prodhim na vjen atë. Na vjen prodhimi. Na vjen prodhimi. Mu më duket se ju nuk e prodhim. Ti se një fshatin fare më. Unë se një, unë jetoj në fshat. Fermerët janë xhongler, janë artist cirku. Unë jetoj në fshat. E di çfarë është ferma në Shqipëri? Njerëz të ndershëm. A e di çfarë është ferma në Shqipëri? Njerëz që A e di çfarë është ferma në Shqipëri? I vendi ka dhënë maksimumin dhe do t'i japi. A e di çfarë është ferma në Shqipëri? Si, e di se di. Ferma është një fermë. Tre veta kanë vrarë veten në serat e Goriçanit edhe Lushnjës edhe Beratit. Çka kanë bë? Kanë vrarë veten, e di prej borxhe. Shqipëria po hapi. Ferma në Shqipëri. Jo më ta them mua me bindje të partia. Edhe eksporton sot nga 10 vjetra. Mos me emra, se po të them, edhe të ferma ime kanë fermë suksesshme. Ore, të lutem, nuk po kuptoj që. Mos u merr me oazën shkretir, nuk është kjo, ne po flasim për gjithë. Për 10 minuta, fermën e Doni dhe një. Mos u merr me oazën shkretir po të them. Ti për 10 minuta ke thënë, ti për 10 minuta ke thënë. Isha në Fier, isha në Korçë, isha në Divjak. Ç'a jeti? Ai? Unë jem qytetari i lirë. Në të jetën kohë jenë 5 vende ti. Pra, jo, unë jetoj. Një sekondë, o ndryqim se pa them unë. Ai është njeriu që është tamam bloger në fushën e artistisë. Bloger. Po, dhe ka me miliona shikime, futu shikoje, verifikoje. Dhe shkon të gjithë ferma që punoj. Ferma shqiptare që pretendon vizotria. Tash mos e pyet çfarë. Është me 3 hektar. Ai punon gjithë ditën në fermë. Bravo ti. Kur ti ishe ke bordi i ujitjes, unë ishe deputeti Kuvetit Shqipërisë dhe kam ngritur zërin atje dhe gabimi imi është ky, që nuk i kam quar në SPAK për investimet që ka bërë Partia Demokratike bashkë me LSI-n për... Ta kishe quar. Ferma shqiptare. Edhe tregoj edhe Jo, se më thej që unë jetoj, kam shtëpi në Belësh,
jetoj në çdo vend dhe mbështes të gjithë njerëzit pa dallim. Ferma shqiptare, një fjali dhe do ta mbyll, një fjali dhe do ta mbyll. Një fjali dhe do ta mbyll. Po si mi mbledhur për këto tani për sqaruar krenarin tuaj tani? Për ferma do flasim. Po e te kalon. Jo, s'ka kanale, do flas për ferma. Atëre është fakt publik që numri i fermerëve të regjistruar në këtë është rritur. Për arsye të skemës së naftës. Për arsye të skemës së Po gjithsesi ishin fare pa ta. Po shkon drejt formalizimit të rregull këto është vërtet. Ç'a ndodh tash? Për sa i përket skemës, ne kemi një përmirësim skeme. Ç'është vërtet tash mos ç'a është zezë, ç'a është bardhë, kemi parazi këtu. Edhe Enriku a foli për 30 vite, nuk foli për... Po flasim për sot. Sot, çmimi për krerë që ne japim, krahasu me gjithë komshit me cilët kemi kufi fizik, ish Greqin që është BE, është më i lartë. Edhe në raport me Kosovën, edhe në raport me Maqedoninë, dhe në raport me Malinezi. Kuptohet me Serbinë, nuk afrohemi, janë shumë herë më lartë se ne, marë bashkë shtetet tona, Serbia na te kalon. Që do të thotë, çmimi për krerë është më i lartë. Numri krerëve është reduktu. Që do të thotë, nëse skema do të zbatohet korrektësisht dhe nuk do t'i nxirren pengesa burokratike, pavarësisht se janë A është favorizuese skema sot, profesor? Skema sot është shumë më favorizuese se çka qenë. Por nuk është aty ku duhet jetë. Tash e mira nuk ka fund. Po themi që është më mirë se ç'ishte. Tani Ervin, ta duan t'i fusin qipa kapshëve. Do të them diçka Ornela, të gjithë po bëjmë bisedë për blegdorin, vetëm unë kam lop në panel. Asnjë s'ka lop shpinga këta. Duhet Kështu që unë s'po flas, Po mirë edhe unë pi qumësh. Çfarë do të thonë, s'duhet me fol për lopët? Pasaportat e kapshëve Ervin, thotem. Të bie të marrësh qumësh nga Serbia, sepse Serbia hedh 250 milion euro për fermerët e saj. Dhe subvencionon eksportin, Dhe subvencionon eksportin, ndërkohë që ti konkuron me pagesa drejt për drejt të baktit me 25 milion. Pra je 10 herë më pak, 100 herë më pak se sa si numër po për fermer. Flasim për Ervin tani e pyeti Ornela për ato. Ta relativizojmë për numër krerësh, bie që neve të kemi një mbështetje të mirë për baktin, sepse kemi pak krerë sot, që do të thotë ky 120 mileksh që jepet lopës. Themi pak e pasaportat. Edhe printave, edhe dosave. Problemi është që ne Drejtësisht lutem se nuk do të ftojmë në studio, ta them kështu publikisht. Tani unë jam pjesë. Jo, po tani zhurmusin s'mund ta bësh. Ervin, Autoriteti kombëtar i veterinarisë unë s'mund pranoj. Dëgjohet se institucionet shqiptare po punojnë dhe kanë bërë gjëra të mira. Autoriteti kombëtar i veterinarisë dhe mbrojtjes bimëve, në bashkëpunim edhe me urdhrin profesional mjekut veterinar, për 2026 ka injektuar sipas rregulloreve të BE-s unifikimin e pasaportave dhe çipave për qenë dhe macet. Kështu që nga ky moment rritet mirëqenia e kafshëve, rritet siguria për tregtinë e paligjshme dhe nëse kemi raste si puna ditë pitbullit në Vlorë për shkak, mund ta konstatojmë se kush është pronari dhe për të ndërgjegjësuar pronarin mbi menaxhimin e kafshëve. Po ashtu ka një efekt shumë mirë ekonomik për bashkitë, për shelterat që kanë bashkitë, sepse një pronar i cili ka një kafshë të pasaportizuar, mikročipuar, ai nuk e lejon, nuk, domethënë, po e abandonoj, ai do mbaj përgjegjësi ligjore dhe për këtë arsye shelterat do lirohen dhe shpenzimet e bashkive do jenë më të vogla. Kjo është e mirë. Më fal. Një gjë e mirë. Tash të them një gjë të mirë. Bashkimit Evropian. Jo me gjë i fushës. Te beja dua. Është pozitive kjo skema për blegtorin. Atëre. Po sa për nuk diskutohet që është Po po i them se Ndryshim tani mos me pyetje tani të lutem. Nëse do t'i referohemi, Si po bën pyetje? Tha sakt. lutem shumë. Nëse do t'i referohemi subvencioneve për bujqësinë bazë të parimeve të Bashkimit Evropian. Maksimumi 5% e produktit përgjithshëm kombëtar duhet shkojë për bujqësinë. Jo më shumë se 5%, sipas BE-s. E di çfarë do të thënë 5% e produktit përgjithshëm kombëtar shkojë për bujqësinë? Sa janë? Janë 1 miliard e 200 milion euro. 1 miliard e 200 milion. 1.34 subvencionon në Serbia. Mirë, unë po them për Shqipërinë. Ne kemi A u liruan njërë këto? Ku janë 1 miliard e 200 milion euro për Shqipërinë? Nuk janë liruar akoma. Jo. Jo nga produkti. Duhet ja japim shtetit, duhet ja japim shtetit. Enrico tash po bën fantazi në akull. Ore unë po them apo integrohemi në Evropë. Sa i takon? Sa i takon? Po ti bëj pyetjen, apo marrim lek nga Evropa për bujqësinë? Këtë thuaj. Jo. Po kjo është kryesori. Jo, sepse s'plotson kriteret. Jo, s'është ajo. Edhe kur ti dha i vodhe. Jo, ore tip Greqiu. Edhe kur ti dha i more i shpërdorove. Më vjen profesor. Po në Greqi u futur mrena ata. Po unë dua Shqipërinë apo çfarë do Greqi?
Edhe Maqedonia pati bllokim. Edhe Shqipëria do futi brenda. Tani unë kam bëj deklarat që Do të. ma tha para disa kohë. Ata e bëjnë kurse ne jemi do të. Tani po të them dhe gjë tjetër. Fondet e IPART-it. Në Shqipëri gjithmonë është do të. Fondet e IPART-it në Jo Shqipëri do u bë, po do të. Krahasime vendeve të tjera, është më pak abuzim se çka bë Greqia apo vendet tjera. Edhe Italia, po deshe me ditë. Qose ke informacione. Në vlerë absolute. Dhe unë nuk doja ta thoja Në vlerë absolute, jo në vlerë relative. Së shpejti që llafi të hapësh tani që. Në vlerë relative Shqipëria është vendin e parë në botë për abuzim me korrupsion. Është e vërtet. Po. E thot kontrolli i shtetit. Çdo vit 2 miliardë euro abuzim me fondet publike. Tani nuk është e vërtet. Greqia kishte 560 1/6 e buxhetit shtetit. 1/6 e buxhetit shtetit. Duhet të vendon xhepat e pushtetarëve. Hapur suportin europian, kjo është e vërtet, pra që janë në diskutim Tratativa, për ta rihap. Atëherë Do me thonë, që ta përmbledhim pak, se folëm që ta përmbledhim pak. Do me thonë, Ne duhet atë që thot profesori, pra atë që i takon bujqësisë ta marri nga gjepion, sepse është gjepion në fund të ditës, buxheti gjepiton. Pra, se jemi në fund, të lutem. Duhet të marrim dhe të luftojmë që të marrim atë që na takon nga BE-ja dhe mundësisht të arrim maksimumin, por ajo që ne na penalizon deri diku me BE-n dhe që është plag edhe skemës tonë kombëtare, është ne du të garantojmë si BE-n, si para tona të buxhetit, që të shkojnë se s'bën të përmerje dhe të rrisin për fitueshmëri. Atere, profesor, të bëjmë një përmbledhje. A mund bëjmë bashkarisht një përmbledhje, profesor, të lutem. Pra, ne, produktet që prodhojmë nuk i ham, që të shkojmë në botë, po nuk i ham, pra, nuk i ham. Po i ham dhe eksportojmë. Po i ham. I ha bota. I ha bota. Për t'i eksportuar në botë, nuk lejohet nuk arrin do standarde, mundesh ti eksport. Do me thonë, ku jemi ne, në cilin semafor jemi ne, të lutem, profesoresha. Edhe qumësht nuk lejohet të eksportohen në BE, sepse nuk lejohet standardet. Në cilin semafor është bujqësia sot dhe brektoria? Për mua të kuqin. Edhe shumë... Sepse profesoresha... Ma dje, siguria ushqimore... I blektoris nuk ndizët fare për momentin. Siguria ushqimore... I blektoris nuk ndizët. Ne flasim vetëm për bujqësin. Ke blektorias mund të them, po ditë them që ke bujqësia, kur thot kjo me të kuqe, do të thot që profesoresha nuk e një fare realitetin. Sepse, po të them, vetëm të ardhurat që marrim ne na eksportet... Ka semafori është bujqësia, të lutem. Ore, po ne jemi vënd lektoralore, kur bëm bujqësi, ne s'kemi fusha për të bë bujqësi, tash ti lëm mua bet. Më falë, bujqësia ka 4 vjetë që kemi minus më thonë. Ne po të mbajmë vete me bujqësin tonë, lumë kush është si ne. Më falë, në bazë të statistikave, të instatit, bujqësia ka 4 vite rresht që është në minus. Ti të shkosh në atë produkt që ke fitim. Ne inshallah shkojmë edhe 30 hektar në sera. Nuk e qenë kur vënd... Do them dhe një fjali, kemi komprometuar edhe eksportet tona. Sepse ne jemi shpallur në disa vënde, prandaj e pyeta zotin, me qënë se unë se njo situatën, Kroacia merë më shumë mostra. Sot nuk du të përmen ma emra, sot keme 10 ramaune që ikin në Kroaci, në Austri, në Gjermani, ne kemi arritë të qënë deri në Londër, mojti, mu vje kesë si... Ima mirë, Kjo për thot, kjo kemi blokim, ku ka blokim, mojti? Blokim në bëjnë, vendet rreth nes, bëjnë, edip se bëjnë. Njerë mu i këthejnë nga pjesë pa une. Se bënë Macedonia, sepse i ka dalë prodhimi ka tani dhe blokon. Si UAI Pak ditë, po ti pse s'ja bën Maqedonisë ashtu? Po dhe Maqedonia e blokon 1 ditë, 2 ditë, pastaj po ti pse s'ja bën Maqedonisë ashtu? Se s'ja tregon vëllë për Maqedonisë? 13 milion kilogram të ushi, nga të cilat pjesa me e madhe e tyre rezultoi pas analizës me mbetje pesticidesh. Pra përveç se ne nuk kemi produkt, duhet thënë, ne kemi probleme shumë të nda me sigurinë ushqimore. Ju a garantoj që do duhen vite e vite që ne të plotësojmë standardet e kapitulli 12 të food safety. Oke, mesajet. Po. Profesor, mesajet, shkurt. Mesajet që duhet punojmë më shumë për blektorin dhe t'japim më shumë incentiva, pra dhe t'japim si të nga para tona si shoqëri dhe flas buxheti shtetit, se para tona janë buxheti shtetit, nuk është i shtetit, duhet t'i japim mbrapsht aty ku ham dhe të marrim suport sa më shumë nga BE-ja, po për blektorin. Profesoresha? Ne duhet të ndërtojmë njëherë strategji, ligje, letra, neve kemi pa fund. Ne duhet fillojmë të kuptojmë, të fillojmë të mbështesim gjdo fermë, që ne të bëhemi të konkurushëm. Në qoftë se ne vazhdojmë dhe nxjerrim me këto kosto produktet tona do vazhdojnë të hidhen në kanal dhe në do na mbytin produktet arrat serbe, fasulja e Egjiptit edhe kështu me radhë. Okej. Profesor? Tani unë
më vjen keq që mase realitetin për cilët në Tiranë, për nuk njifet realiteti që ekziston atje. Unë ju garantoj dhe i bëj thirrje të gjithë fermerëve shqiptar, blektorëve shqiptar, që deri në datë 26 qershor 2026 të aplikojnë në skemën kombëtare të mbështetjes. Dhe kjo është skemë e për të parën herë mbi 16% mbi vitin e kaluar, dhe shpresojnë që së shpejti brenda muajit shtator të hapen dhe fondet e IPARD-it, që dikush e ka me fjalë në halt madh, jo pse inshallah mos hapet o jo të hapet. Unë di gjë ju garantoj, çdo ditë fermeri shqiptar është në punë, çdo ditë blegtorët janë në punë, kështu që unë do të kërkoj edhe unë kërkoj nga qeveria që të ketë më shumë mbështetje dhe të jeni të bindur që ne në 2027 do mbyllen ato për të integruar në BE dhe në 2029 zysh do jemi bashkë, do jemi antarë të Bashkimit Evropian. Ska të deklaroj këtë. Pasi për 35 vjet nuk e mbajtëm dot gjallë blektorin, kemi filluar të çfarrosim edhe flamingot. Mish flamingo. Enrico? Unë mendoj që sektori i bujqësisë, ti them, blektori, peshkim, pylltari, se gjitha bashkë janë, do jetë produktiv dhe konkurus, vetëm kur qatësohet pronësia mbi tokën. Vetëm pronësia mbi tokën e rregullon bujqësinë në Shqipëri. 1. E dyta, 5% e produktit përgjithshëm kombëtar duhet shkojë për bujqësinë. 1 miliard e 200 milion euro duhet shkojnë për bujqësinë. Te fermeri. Ne flasim për bujqësi dhe në zonat malore punohet me parmend, ka filluar të punohet me parmend. Është përgjithmonë numri mekanikës bujqësore. Okej, Enrico. Erion? E kam unë. Tani, do të tregoj një histori këtë vogël. Aty te Diu edhe te Gusti, që janë dy të preferuarit e mi, që kemi thënë dhe tjetër në emision, që blejun ato perimet, erdhi një kamion i madh me shalqi. Nga vinte shalqiri? Shalqi vëndi. E mirë, e pa giganti atje, shalqi, thashun, erdi vakti ta provoj një. E mirë vete, shumë ta bëjde unë një sef të thash ta provoj një, me mora një unë, ma zgjodhi a i siç ma zgjedhin, e vuri atje, e mirë thashun, sa lek bën? 10.000 lek. Tak, mua molla e Adamit mirë që s'mi iku na vëndi, se tani s'doja të dukesh as i langaraq para Diu, të kupton, edhe, e mirë, ishe 10.400, 400 mi fali, dhe në 400 nuk mi mori, thashun, aty u qetësova pak, iku 10.000 lekshi, thashun, mund të blej më shalqi, e harova shalqirin, kështu që iku punë e shalqirit, kështu që këto janë çmet e fillimit, është e vërtet që janë, si sta çimi çik të mëdha. E dyta, ju lutem fermer, ju lutem, ne vërtet themi, që të blini Dorelan, që të flini rat. Po nuk po them që të flini që tjetë Dorelan. Qoni në mëngjes herët, se Dorelani nuk të thot qoh. Dorelani të thot fliva, se kupton ku je. Prandaj, qoh në mëngjes herët, puno, edhe du të fitoj, se do punoj kot, do të fitoj në një qikë në lek. Dhe ju presim këtu në ndeshje, pas pak.